Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar Happy Feed. 18 vite duke jetuar në aeroport, historia e pabesueshme e Mehran Naserit. Për shumicën prej nesh, një aeroport është thjesht një vend kalimtar, por për Mehranin, terminali i parë i aeroportit Charles de Gaulle në Paris u bë shtëpi për plot 18 vite. Mehrani, i njohur edhe si Sir Alfred, mbeti bllokuar në aeroport për shkak të mungesës së dokumenteve të identifikimit, ndërsa ishte në kërkim të azilit në Europë. Pa dokumente, ai nuk mund të hynte zyrtarisht në Francë dhe as të udhëtonte drejt një vendi tjetër. Kështu jeta e tij u kufizuar në një stol plastik, disa valize dhe një rutinë të përditshme mes zhurmës së nisjeve dhe mbërritjeve. Historia e tij frymëzoi filmin e njohur The Terminal me regji të Steven Spielberg, duke i kthyer jetën e tij të izoluar në një tregim të njohur në mbar botën. Mrekullia e natyrës, liçeni që sfidon shkencën me ngjyrën e tij roz. Imagjinoni një mas uji që duket sikur ka dalë nga një porrall, me një ngjyrë roz aq të fortë sa duket artificiale. Ky është liçeni Hiller, i ndodhur në ishullin e mesëm në Australinë Perëndimore, një nga fenomenet më të jashtëzakonshme të planetit tonë. I zbuluar për herë të parë në vitin 1802 nga marinari Matthew Flinders, për vite me radhë njerëzit mendonin se ngjyra e tij roz ishte një iluzion optik. Megjithatë, kur shkencëtarët mbushën gota me ujin e tij, panë se lëngu mbeti roz e ndesur edhe jashtë liçenit. Liçeni nuk ka peshë, por është shtëpia e alga Dunaliena salina. Këto alga prodhojnë të njëjtën pigmente që i japin karrotave ngjyrën portokalli. Njeriu që mposhti qiellin, Roy Sullivan, personi që u godit 7 herë nga rrufeja dhe mbijetoi. Shanset për të goditur nga rrufeja gjatë jetës suaj janë afërsisht 1 në 15.000, por për Roy Sullivanin, një rojtar pylli, ky rregull nuk vlente. Ai mban rekordin botëror Guinness si njeriu që i mbijetoi 7 goditjeve të ndryshme nga rrufeja. Edhe pse njerëzit filluan ta shmangnin Sullivanin, nga frika se mos të rishin fatin e tij të keq, ai mbeti një figurë heroike për qëndrueshmërinë e tij fizike. Ai shpesh thoshte, asnjëherë nuk kam qenë njeri që kam kërkuar telashe, por rrufeja duket se më gjen mua. Një histori që sfidoi ligjet e mundësisë dhe tregoi se si një njeri mund të qëndrojë përballë forcave më të paparashikueshme të natyrës. Mrekullia nëntoksore në Derinkuyu, Turqi. Një nga zbulimet më të jashtëzakonshme historike në botë ndodhet nën tokë në zemër të Turqisë. Qyteti i lashtë nëntoksor i Derinkuyut është ndërtuar mijëra vite më parë dhe mund të strehojë deri në 20.000 persona. I fshehur disa dhjetra metra në sipërfaqe, qyteti përfshin dhoma banimi, depo ushqimi, stalla për kafsh, puse ujë dhe madje edhe hapësira për lutje. Sipas studiuesve, ai shërbente si streh për banorët gjatë sulmimeve dhe luftrave. Sot Derinkuyu është kthyer në një atraksion turistik që tërheq mijëra vizitorë çdo vit, të mahnitur nga mënyra se si njerëzit e lashtë arritën të ndërtonin një qytet të tërë nën tokë. Shtëpia më e ngushtë në botë, atraksioni unik në Varshavë. Në zemër të qytetit të Varshavës ndodhet një nga ndërtimet më të posaçëkonta në botë, i quajtur Carrot House, e njohur si shtëpia më e ngushtë në botë. Në disa pjesë gjerësia e saj arrin vetëm rreth 90 cm. E ndërtuar mes 2 pallateve, kjo shtëpi e veçantë është projektuar për të shfrytëzuar një hapësirë shumë të vogël, që më parë ishte bosh. Edhe pse duket e pamundur për të jetuar, Carrot House është funksionale dhe përdoret si rezidencë për artistë dhe shkrimtarë që vizitojnë qytetin. Arkitektura e saj ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe turistëve kurioz. Sot kjo ndërtesë konsiderohet një simbol i kreativitetit urban dhe një nga atraksionet më të posaçëkonta të Varshavës. Dhe me këtë lajm kaq të mbukur, ne do ta mbyllim dhe Happy Fit edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën orë, vetëm në Radio Travel.